Vlogmas number 2. Fillovi dita sot me punka. Kemi erdhur sepse babi ka nevojë për diçka, për punimet që bën në shtëpi. As nuk e kam kuptuar ç'a. Edhe kemi erdhur këtu, po mundohemi të gjejmë atë që kërkon babi. Edhe pastaj kemi të shkojmë me motrën në supermarket, të bëjmë shopping sepse motra do të haj sot edhe lakror, byrek, diçka të tillë. Kështu që duhet të shkojmë të marrim edhe ingredientet që ta bëjmë këtë gjë. Mami do e bëj, domethënë. Po duhet sot nusja e shtëpisë të mësoj ta gatoj edhe ajo, që të filloj të bëj ndonjë byrek vet. Ta mbajmë traditën, të kaloj nga familje në familje, të mos humbet kjo gjëja. Ai gjeti motra. E gjete motra? Ç'a është kjo? Ç'a deshte? Hartotenia. Tani kjo nuk është. Mua kjo më duket. Ty nuk të duket kjo Më duket kjo. Po deshte edhe një që të jetë me ngjyrë lejla ose blu, ose me ngjyrë, më tha. Mbase kjo bluja më duket është mos. Po, kjo bluja duhet. Më duket që është kjo bluja. Motra, di ç'a më duket edhe më që është kjo. Po. Këtu në Itali bën shumë ftohtë, po kur i them ftohtë, vdiqja nga ftohti. Edhe Outfiti veshja ime është kjo. konsiston te kjo. E dini atë memin me ata aktorin të famshëm amerikan që vishet keq? Si mendoj unë të koka ime që do vishem, edhe si vishem në realitet. Po, 2 ditë këtu, sa janë 3? Do vazhdoj të dal kështu nga shtëpia, se nuk dua të vesh diçka tjetër. Me këto që kam veshur e prap kam ftohtë. Me dorashkat e mia të reja. I blem dje në Bologna. Shikoni? Cute. Nuk janë cute me këtë outfitin, po do jenë cute një ditë tjetër, na thim base. Me një tjetër outfit, Që po. nuk do i kem as fare nevojë, po do i vesh kështu për stil, se janë të bukura. Po. Gjete sob. Gjete sob. Hec sikim tani. La se keni kuptu mos më folni. Motra vajti brenda ti çoj babit ato ngjitsat, sepse i duheshin tani. Edhe ne do ikëm në supermarket si vazhdim, sepse duam të marrim presh që të përgatisim me mamin lakror me presh. Bjeri ziles, motra. Po, do ikëm të marrim presh. Mos më thanë që duhet të marr diçka tjetër se mbaj mend. Nuk e mbaj mend që kur zgjohemi, është too much information, se sa hap syt duhet një gjë, duhet bëjmë këtë, duhet mendoj këtë, duhet ashtu këndem. Mami me shkreta po më pastron shkallën, se kam 2 ditë që them që duhet bëj shkallën. E bëjmë në weekend shkallën, sot është një herë. Edhe nuk ja dola ta bëj shkallën këtë weekend fare. Edhe po e bën tani mamka ime, po më ndihmon. Morëm presh. Morëm edhe gjëra të tjera. Por e morëm kryesisht presh. Mami ka filluar po bën byrek. Lakrors. Do mësosh ti? Nuse. Mëso ti. Nuse, do mësosh. Mos duhet ta bësh ti sot lakrori, të vetë ta bësh ti. Motra po I bën dhe shumë e bu. Jo. Ti Po, e po. jemi të shtëpia jote, ti e nusje e Nuk shtëpis. më kisha thënë kur të vish do mësoj të bëj lakror. E the, Kolla motra do mësoj të gatuaj pak lakror, lakors. Tra. Edito tani. Motra. Çfarë Mos më bëj mua luftë psikologjike. Gatuaj, desha të them. Bëj gjellën, unë do bëj brumin. Jo, ti the që do e bësh. Brumin. Mirë, hajde, brumin, hajde. Diku duhet të filloj. Mirë. Gjella është gati. Ka erdhur ora. Motra të na bëj brumin, o zot, do haj. Çfarë do ham sot, lakror apo byrek? Lakror. Do haj sot lakror nga doçkat e motrës. Me motra, kështu të pafsha gjithmonë një koqire. It's my time to shine. Tani çfarë duhet të bëj mos? Mami këtu ka hedhur mjet, maja e krip. Edhe pak sheqer, Edhe ashtu majaja. edhe pak sheqer që të ashtu majaja. Mësoj të punoj majaja. Okej, e tani do hedh këtu brenda. Ta bëj një vrim, po. Merre këtë me dorë duke hedhur, duke e punuar. Do ta bësh në fillim me lugë, pastaj me dorë. Çfarë të vështirë ka, ja. Shife sa mirë bëj unë. Nesër prap do na bëj lakror, prita. Po. I pëlqeu. Nesër do e bëj prap. Po, goca po të gaton lakror, si ndihesh? Bravo. Kujdes sa mos e thyesh babin, me avash. Jo, ha? jo. Ja, shumë me Jo, avash. shumë ja. Jepi me babi se s'është veç e thyet. Brumë. I ke vën uthull. Mbaj e uthull. Edhe uthull në ujë, po. Uthull në Pak ujë. ujë, pak vaj. Na merr dera mua e pe, guzhinjere. E lindur. Nuk kam merr fare.
Shif këtu e mëso të gatuash Selena. E le relax. Po unë shikoj, unë mësoj. Nuk më ka erdhur radha Do akoma. martohesh nesër pas nesër edhe ti, mos jesh si motra të mësosh Po, martohesh. do mësoj edhe. Po. Mirë, tani do fus dorën se u lodha. Di mo i motra po kod bank jo Sikur s'di. Bëj unë kështu që të mos gatuaj. E di pse bëj kështu, sepse pastaj do dalën shumë të mira ushqimet e mia. Edhe do më kërkoj njerëzit, do thonë, Angela, do vim nga ty të na bësh atë të mirë mbreku lakrorin. E them unë, e di çfarë? Bëj unë sikur s'di. Po gjë e mirë është kjo. Ti gatuash njerëzve të tregosh dashuri këtu me ushqim. Tani kjo duhet të punoj për shumë orë derisa të bëj diçka. Po, derisa të tjerë si prepanica. Po ka gjatë njerësitur prapanica për atë punë. Ta dini ju që mami mendon që unë jam anoreksik edhe që Ore. Po që je jeti po. Nuk e pranon ajo është tjetër gjë. Eri ma, nuk është gjë e bukur të bullizosh fëmijët e tuaj. Mos e bullizoni motrën. Është një e vërtet. Aq sa ha një fëmijë 3 vjeçar. Aq bukar po ngopa. Mos e bullizoni motrën nëpër komentet se ka mjaftueshëm bullizim në shtëpi nga mami e babi, kështu që mjaft. Unë kam vënë këtë në kokë të motrës edhe po bëj të bukurën. Po. Unë i ndihmoj me energjinë time. Ti në përgjithësi bën të bukurën, përveç asaj nuk e di çfarë tjetër bën. Mjau punua. Çelale të ri të shlodhet pak brumi, të shlodhesh pak edhe ti, që Po. të marrësh energji të Që bësh të të hapësh mundem. shpejt pas. Po, 2 peta hap. 2. Po prandaj tash be lakrosh, mëso me lakrosh Po, është më kollaj, po. se byreku i do E di çfarë, po, jo, është mirë të mësoj. E faktikisht, është e di çfarë. Nuk më pëlqen tani të gatuaj, do desha të bëj me ëmbëlsira gjëra. Nuk më pëlqen të gatuaj se është pjaru muj. Edhe kur është pjaru muj kështu, ndihem sikur nuk ka kuptim të gatuash. Te koka ime s'ka kuptim të gatuash kur shpjash kështu muj. Mirë, po barku do edhe kur është pjaru muj Po. kështu që Njërë duhet të hash ti Po. që të kesh fuqi të pastrosh shtëpinë pastaj. Me këtë, do të filmojmë yesterday, po desha. Që do më thosh, Po, motra, dhe mbaj unë. puf! Motra, puf! Dhe mbaj unë këtë. Jemi kundra dhunës. Edhe kur të mësuash jo, do e bëj Jemi shumë kundra dhunës në përgjithësi, por ndonjëherë motra e vogël që të çan kokën, një uklai e do. e do. Sill në vete. Të E sill në Terezi. Erpe edhe mami është me mua, imagjinoj dhe sa ja ke çar kokën. ti më rifje do njerë? Kur ishe vogël. Unë të ratani jo atë. Thvejt vërtetën, më rifje do njerë? Ja. Daj një bësës kështu si. Kalim si kështu duke kaluar. Mua më rifte derisa isha në klasë të 6. Kështu kishte thënë mirë, nuk e di pse. Nga i ka erdhur ky muhabet. E rifja derisa ishte te klasa e 6, anëtën, po pastaj u rite, nuk e rifja më. Ndërkohë s'paj mend me këtë rafë ndonjëherë. Aq nevojë kishe për të. E pash pastaj që nuk mirte me trupi. E rifje me vërteti? Po ja, me shaka. Tani se ti, se memoria ime nuk është e mirë. Asu nuk e di. Se mbaj mend. Se më duket ke një vrim atje te koka mbrapa. Aq të ratë derisa humbe memori. Pastaj të lash. Bullizimi në këtë shtëpi vazhdon. Jo po, ta bësh mama për herë të parë e të ta kthej kështu, që do duheshe të më puthte duar çdo ditë për mrekullin që i dola si fëmijë. E bukur po, e mençur po, e qet po, punëtore po. Ç'a më mungon në këtë? Po. Babi nga dhëma tjetër thej, kush i ka gjithë këto gjërat me? Më duket do i marr njërin pas tjetrën me këta ullajnë, dhe është edhe mirë e madhe. Episodi tjetër, vlog mas true crime. Influencer e famshme shëmbë në dru gjithë familjen, sepse i podlizonin. Lakrore po. Ka çash kokën tani. He me hapet e një qmë që... Hajde! Bu! E me kujti Ku do e hapësh? Ba! Do ta hapësh një. Motra! Po ja të këtu të Veni, spostoj venin. Bëj nga i gjatë, hajde. Mirë, nxirë hiqi të gjitha. Për parse qek. Tani filloj e hap si të Hape, ka parë. hap. Shtyp atje në mes, si të duash. Kotë bën gjoja si kur zizet, tëra i di. Jam shumë e përqendruar se ka marrë seriozisht punën, Bravo, se bravo. duhet të kalojnë Kështu duhet, tradita. kështu Se duhet. këta byrekun ja ka mësuar nëna mamit edhe mamit ma mësoj mua edhe unë t'ja mësoj fëmijëve të mi po do bëj ndonjë. Mundet kjo të prek këtu. Ajo do prek aty, A, po që ta. ta prek aty vere kështu edhe shikoj mami, shikoj.
E hodhe kështu. Preku këtu e jo. Po. Tani E e tani tresh është letë, tërheq. pa e ngjeshur dorën që Po. të ngjitet, letë e mban dorën që edhe të mos ikë edhe me këtë e mba këtu letë. E pastaj me këtë e shtyn me këtë e tresh këtej. Po tani ta Me shtyn. këtë dorë e shtyn o vllajë, me këtë e mban pak. E po tani ti thua me këtë e shtym, po. Tani Ti po e shtyn me të dyja, unë po të them kështu. Shikoj mami, shikoj. Del me të. Ha. E dini që më kujton gjithë kjo skena? Unë do ta bëj këtë mjellën, do ta bëj këtë, i këtë matën. Do filloj me vezët! Bismillah! A do ta bëj këtë, që të bësh? A e kështu me se që të bësh? Tu bësh të grëpë. Kurse unë kam durim, se më kam durim edhe tash jam gati ta marr këto. u bëja, e hapa. Mere, në rregull, bravo. Mënyra e edukimit të shqiptarit me fëmijët është absurde. Me nerva jo, se s'dua të edukoj. Jemi shumë të lodhë. Ja si duket rezultati, e bëri edhe petën tjetër motra, mirë me pak ndihmë në fund nga mami, po ja doli dhe tani po bën Lëm themrat. Prito. Shikoni për E shembull. sa shpejt e bën ti, e? Shiko, Ue. me këtë gishtë e shtyn këtu, me gishtën tjetër këtu. Tani unë duhet të gjej teknikën Me time. këtë gish këtu, Nuk me këtë funksionon për të gjithë një lloj. Mami, Dridhe, dridhe moj baja me dridhe. Sambolla a vet mpi. Motra të lëm shituar. Për shembull bëjmë Vendosa që do bëhem e bukur. Kështu që tani ka erdhur ora të lyhemi. Kam këtu edhe kafen. Tani kjo skena nuk është shumë e bukur, e di, por nuk ka problem. Do filloj me pak concealer. Desha të ve primer, harova të ve primer, s'ka gjë. Do vazhdojmë pa primer. Ndërkohë kam porositur edhe advent kalendar, edhe jo 1, 2, sepse desha të marr advent kalendarin atë të nga Sephora. Po kam këtu edhe 3 muaj që po e kërkoj, edhe është sold out kudo, nuk ekziston vend që të ketë atë advent kalendarin. Kështu që mora 2 të tjera. Njëra është nga Revolution, që është një brand me make-up, edhe tjetra është nga Kores, që është një brand me kremra, është greke, edhe është me kremra gjëra më shumë kështu bukurie. Edhe thash se kemi kështu gjëra të ndryshme. I kam porositur në Athinë, kështu që sa të kthehem do hapim edhe këto ditë që nuk kam asgjë t'ju tregoj. Po vazhdoj me ruzhin. Dua të provoj një nga këto që mora dje, sepse vajtëm te Kiko Milano dje me familjen. Ishim në Bologna, edhe Kiko Milano për Black Friday ka bërë një ofertë në të cilën mundesh të marrësh 3 gjëra, t'i blesh edhe 3 produkte të tjera të marrësh falas, kështu që e bëm me motrën këtë gjë, edhe i paguam gjysëm. Edhe mora 2 lip glosza të reja, edhe mora edhe një concealer. Concealerin duhet i kisha provuar që nuk jam e sigurt po zgjodha ngjyrën e duhur, po s'ka gjë. Por do provoj një nga lip glossat që mora, sepse më duken shumë të bukura. Kam vënë tani lip linerin tim sepse më përfundova me make-upin, edhe do provoj lip glossin, të shikoni edhe ju, në ngjyrë roz, po ka edhe xixa brenda, sepse ishte nga koleksioni më duket festive për Krishtlindje, edhe se pash thash, po. Shumë bukur. Tani është ora thjesht të rregulloj pak flokët, mbase do i krej edhe do i lë siç janë, edhe të vesh një outfit pak më të bukur. Për TikTokun që dua të filmoj, si thash. Shikoni sa lumtur është motra ime që do bëjmë TikTok bashk. Ç'a ke? Nuk e shoh do të shpinë kështu. Je në depresion. Stresohem. Të them diçka, mos u streso. Situata në këtë shtëpi është kjo. Ne po filmojmë TikTok, burrat po bëjnë punë, ja, kemi bërë edhe setupin në këtu. Dark. Unë bërë edhe një banjë të shpejt. Gjithë familja është këtu, shtril në divan, çdo njeri në atë botën e vet. Mami në telefon, motra në telefon, babi shikon një film në televizor. Unë po bëj tani një porosi në Sailvana që të marr disa kremra kështu, gjëra që më kishin mbaruar. Edhe po kalojm kështu bukur natën tonë. Edhe unë disi kështu them t'ju mbyll, edhe do shihemi nesër.